që me Shtetet e Bashkuara duket sikur i rregulloi gjërat me bordin e paqes dhe ndoshta pritet shkojnë në Shtëpinë e Bardhë për ta firmosur, por ka hapur dhe i front këtej nga Greqia, pasi në javën që kaloi kemi pas disa zhvillime dhe lajme andej, pasi një ish deputet deklaroi që kryeministri ka marrë një bursë për studiuar në Harvard si minoritar grek, ndërkohë që një drejtues të këtij fondacioni e kanë mohuar këtë. Por sot një nga mediat greke kishte bërë një artikull gjatë në të cilin theksonte kush është origjina e Edi Ramës e vërteta. Aty citonte edhe një historian, mos gaboj, ku kryeministri pra kishte bërë një përmbledhje ku fliste jo vetëm për ardhmën nga nëna, babai, pra nga vunojnë Durrës, por edhe nga Mirdita, Kolleka, pra që më pas u bën mbiemër e tjera. Duket sikur është shtrirë në shumë drejtime. Tani, do ta fillojmë nga fundi. Okej. Ju e dini të tërë që unë e kam si shejtanin në lë me Edi Ramën. Por nuk i lë grekët që të tallen me Edi Ramën, se aktualisht është kryeministri shqiptar. Dhe unë them atyre grekëve, jo vetëm që e jëma e Edi Ramës nuk është greke, nuk është minoritare, por nuk ka minoritet në Bregdetin shqiptar. Nga Quka deri në Karaburun. Dhe të gjitha ato janë sajesa të tyre, ata qerren në hidhen përpjet, në qiell të shkojnë, nuk na bëjnë dot Bregdetin ton edhe bregasit himariotët që janë gjithë fshatat e bregut të bëjnë minoritar. Pra, e ezauruam këtë, nuk na shqetëson fare ajo se ato janë kështu, i kanë shakara me Edi Ramën. Pra, me që jemi tek kjo, përpara se të kalojmë tek raportet e tjera me Shëban apo Izraelin të qeverisë, tek kjo është Rama që e nxit këtë avokata për të hequr vëmendjen ndoshta brenda, apo janë grekët që ngacmojnë? Apo janë bashkë, janë marrëveshje të plotë me njëri. Marrëveshje. Po, marrëveshje të plotë. Po, ç'është kjo marrëveshje, se pak ditë më parë reagoi edhe Mitsotakis për atë deklaratën e pasardhësve, jo Aristoteli, Platoni. Po thash pra janë shashka që i hedh Edi Rama për të treguar që unë jam kundër grekëve. Këto gjëra ka bërë dhe Saliu kur dha detin. Janë forma të njohura këto të spionazhit. Jo zotëri, jo. Edi Rama është me ta 100%. Po do vinë çik tek vizita e Edi Ramës në Izrael. E kemi thënë, e kanë thënë dhe shumë të tjerë që origjina e Edi Ramës është hebreje. Ky është version tjetër tani, na ushtua dhe një pjesë tjetër. Jo, këtë kanë thënë gjithmonë, është, shiko, atëherë ta fillojmë ndryshe. Vlehet kanë ardhur nga Toledo e Francës, e Spanjës, në 1460-ën. I përzuri mbreti spanjoll dhe erdhën e u vendosën në Vllahi. Pre aty pasaj i mbështeti Sultan Sulejmani dhe u shpërndan në Greqi, në Shqipëri dhe gjithandej nëpër Ballkan. Dhe po këta janë hebrej, nuk janë vleh, nuk kanë asgjë të përbashkët me Vllahin. Dhe shikoni tiparet e tyre dhe është i zgjidhur problemi. Shikoni në fytyrë se që janë. Por Edi Rama është i shikur kokë e këmbë të hebrejt. Edi Rama kërkon me çdo kusht dhe me sa duket, me sa shohim i ka bërë marrëveshjet me ta dhe prit kur të na vinë tani në kuadrin e atij forumit për paqen, të vinë mira hebrej këtu në maskën e refugjatëve palestinez, mirë them, dhe të zënë të pushtojnë Shqipërinë. Ne jemi shitur zotëri. Avokat, po të vinë hebrej apo të vinë palestinez? Atje s'ke si gjën të kush është hebrej, kush është palestinez, ata do të vinë të tërbashkë. Dhe aty pastaj i lajnë hesapet mirë, ata siç po i lajnë dhe sot e kësaj dite me gazën. Zotëri, Edi Rama kërkon me çdo kusht të mbetet në pushtet dhe shet jo aq sa ka shitur, po shet dhe sheshin Skënderbej, mjafton që t'jetë vetë kryeministër, sepse Edi Rama e di që po iku nga Karekja do vej në burg. Dhe të tëra këto i bën manovra që të shpëtojnë nga burgu. Nuk do shpëtojnë nga burgu Edi Rama, sepse po i shkurtohet litari asaj Lubis,
të Ministrisë Infrastrukturës. Por, avokat, përpara se shkem tek Balluku, rreth forta pas ka pasur avokat, nga Amerika, në Izrael, Turqia, Greqia. Dëgjo, shtetet që duan të marrin pjesë të hyjnë të marrin pjesë të marrë tokë shqiptare, pa tjetër që atje do t'i afrohen, nuk do vejnë tek unë, s'kam gjendor. Pra, nuk është se ka i rrinjë të forta, jo, janë ata që e komandojnë dhe i thonë, do të rishë pushtet, po, hidhu, na e Sazani, na e Patër, na e këtë dhe këtë të rajet. Dhe do të jap dhe të tjera akoma pra që kosa Shqipëria s'ka opozit. Po e theksoj s'ka opozit. E kam thënë, e them dhe do t'a them. Po ku do i qoj avokat që do i marrë, se në një bisedë që kemi për vitin e kaluar, një pistat, më tha që përveç atyre apartamenteve në Tiranë që u fol atëre, ju përmendet edhe pjesën e Myzeqes dhe të vijës bregdetare, që sipas tyre ata synojnë. Është i vjetra i plan hebre, është që më kodzohu, që mbas shpallës pamërsisë, ishte plan që të vinin të vendoseshin në Lushnjë dhe kryesisht në Divjak. Plan ishte i vjetër. Nuk kanë pasur me këta realizojnë, tani kanë të tëra mundësi, sepse hebrejt Amerikën e kanë me vete. Edi Ramën po e kanë jesmen, se Edi Rama thash u lëpin prapanisën të tërë truajve mjaftojnë që të rinë pushtet. Pra ne jemi të tradhtuar dhe të shitur, jemi të tradhtuar në radhë parë se s'kemi opozit, sepse ashtu quajtura opozit nuk bën gjë tjetër veç se bën xhirën bulevard. Kaq. Avokat,